Me provimin e lëndëve me zgjedhje, maturantët përmbyllen ciklin e maturës shtetërore të këtij viti. Mbi 27.000 maturant në gjithë vendin, nga të cilët mbi 1.400 në Bashkinë e Shkodrës, për 2 orë 30 minuta ju dhanë përgjigje pyetjeve të lëndëve që kanë zgjedhur e që janë orientueset për degën e studimeve të larta që do të ndjekin. Është një provim që e përcakton pak a shumë nëse secili nga nxënësit e ka pa të lëndë universiteti që ka përzgjedhur për të ndjekur studimet e larta. Është në fakt provimi më i vështirë në menaxhim, pasi brenda një ambienti mund të kemi përzgjedhje të lëndëve të ndryshme që nxënësit i kanë bërë në lëndën me zgjedhje, por nuk është një praktike vështirë. Mund të them që procesi i maturës shtetërore 2025 si praktike konsoliduar tashmë nuk ka problematika. Kemi qenë shumë korrekt në organizimin e procesit, aktorët e përfshirë kanë qenë shumë korrekt me përgjegjësitë të drejtat dhe detyrimet e tyre dhe deri tani në fakt kemi qoftë një feedback të kënaqshëm nga nxënësit dhe shkollat, po sigurisht edhe nga vetë komuniteti i gjerë për mënyrën e organizimit të provimit. Drejtuesja e ZVA Shkodër Priscilla Kadia u ndal edhe tek performanca që maturantët kanë patur në provimet me detyrim. Tashmë kanë dalë edhe rezultatet e gjuhës shqipe dhe të letërsisë. Nuk është e njëjta situatë si me gjuhën e huaj. Gjuha shqipe ka vështirësitë dhe specifikat e veta, por ama mund të them që kalueshmëria është përsëri mbi 98%. Kështu që jemi të kënaqur. Kemi institucione arsimore që kanë 10 dhe kur them 10 janë rrumbullakimi 10-s duke përfshirë edhe 10-00, siç mund të themi është 28 Nëntori, Oso Kuka, Dituria, Maria Ndimëtare, Marifi dhe kemi Zanin e Shkodrës dhe Peter Maringer dhe Pjetër Meshkalla që kanë rezultatet 10. Nota më frekuente e marr, në fakt janë 7 edhe 8 që kanë një frekuencë më të madhe në maturantët tanë, por sigurisht jemi në nivele të njëjta pritshmërie dhe kemi një notë mesatare mbi 6.9. 30 minuta nga orari zyrtar i nisjes së provimit të lëndës me zgjedhje për maturantët, në internet u publikua teza e biologjisë dhe ajo e ekonomisë. Njësoj si me provimet në anglisht, gjuhë, letërsi dhe matematik, teza u bë publike në rrjetet sociale, duke vërtetuar edhe një herë tjetër dështimin e administruesve të këtij procesi. Vetë Ministria reagoi përmes një njoftimi zyrtar pas publikimit të tezës, duke theksuar se kjo e fundit nuk e cënon në asnjë moment procesin. Matura shtetërore zhvilluar në masa të shtuara sigurie në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse për të garantuar barazi dhe integritet për maturantët. Masë është në komunikim të vazhdueshëm me institucionet dhe ka ngritur strukturat monitorimit në terren me qëllim garantimin e procesit të drejtë dhe të sigurt, ndërsa janë marrë masat paraprake për të siguruar zhvillimin e drejtë të këtij procesi, thuhet në njoftim.